Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish në kanalin Monitor TV për të komentuar ngjarjet më të fundit. A të kujtohet dashnia? Me shumë pikpyetje është një këngë që në fakt është një titull, është një pyetje që është postuar në faqen zyrtare të 316 Music, që është faqja zyrtare që menaxherët të Gjestit, të famës së Gjestit, të muzikës së Gjestit. Kjo nuk kupton që Gjesti do të sjell këngën e tij në sken me titullin A të kujtohet dashnia. Të paktën kështu kemi arritur ne ta kuptojmë nga reagimi që ka ndodhur në Instagram të 316 Music. Do me thënë është Instagrami zyrtar që menaxhon Gjestin, Ylli Limanin, Dhurata Dorën dhe disa artistë të tjerë. Tani ky titull ka ngritur shumë hamendësime se kujt ja kushton Gjesti këtë këngën. Në një postim të fundit në Instagram nga shtëpia muzikore që mbron të drejtat autoriale të Gjestit, u shfaq një story me fjalën A të kujtohet dashnia me pikpyetje. Ky mesazh ka nxitur spekulime të shumta në lidhje me një mundësi të re këngë të Gjestit, duke u bërë një temë diskutimi për fansat edhe për mediat. Do me thënë, a është kjo një këngë e re e Gjestit? Bëhet pyetja. Duke pasur parasysh se Gjesti është një artist aktiv në industrinë muzikore, është e mundur që ky postim të jetë një aludim për një projekt të ri muzikor. Fjala A të kujtohet dashnia me pikpyetje mund të jetë pjesë e tekstit të një këngë të re që ai po përgatit për publikun. Nëse ky është rasti, kjo do të ishte një mënyrë kreative për të tërhequr vëmendjen e ndjekësve dhe për të krijuar pritshmëri për lancimin e këngës së tij të ardhme. Tani, a është kjo kënga e Gjestit? Me patjetër që kjo është titulli i këngës së Gjestit, sepse po të mos ishte titulli i këngës së re të Gjestit nuk do të ishte publikuar në këtë faqe, se nuk do të kishte arsye pse ta publikonte, dhe mendoj që këtë këngën së shpejti Gjesti do ta sjellë në treg, por tani kjo pyetja, nga që A të kujtohet dashnia, menjëherë publiku e ka marrë se kujt ja kushton Gjesti këtë këngën. Ai referohet një dashurie të kaluar. Fjala A të kujtohet dashnia mund të nënkuptojë një reflektim mbi një lidhje të kaluar. Në këtë kontekst mund të lindin disa pyetje. A është ky një mesazh për një ish të dashurën? A është Gjesti duke shprehur ndjenja për dikë që ka qenë pjesë e jetës së tij? Tani edhe më parë, po të hyjmë në analizën e këngëve të Gjestit, Gjesti ka pas këngë të tipit Kena pas dasht me pas një emër, do me thënë që i referohet një dashurie të shkuar. Am thiri se kjo zemër don hala një dashurie të shkuar, do me thënë këngët e Gjestit kanë qenë të bazuara të gjitha në një dashuri të shkuar. Tani, a janë këngë të personalizuara për ndjesinë, për emocionet, për shpirtin e Gjestit, apo janë këngë për të prekur tema, histori të cilat janë aktive në jetën sociale? Kjo është një pikpyetje shumë e madhe, por titulli A të kujtohet dashnia referohet një dashuri së kaluar. Mund të jetë për djellëzën. Imazhi, emri shumë i përfolur, që në fakt unë kam qenë konfuz dhe nuk e besoj dot që kjo djellëza mund të jetë një personazh ekzistent, për faktin sepse imazhi i saj nuk është askund. Një mundësi është që ky mesazh të referohet djellëzës, një ish partnere e Gjestit, nëse ata kanë pasur një lidhje të veçantë, është e mundur që Gjesti të pohojë ndjenja për të kaluarën e tyre. Megjithatë, nuk ka informacione të drejtpërdrejta që konfirmojnë këtë hipotezë. Tani, unë mendoj që kjo kënga do t'i referohet këtij rrëfimi që Gjesti ka bërë, që kjo djellëza e ka ndihmu, kjo djellëza i ka qëndruar pranë, dhe mendoj që në këtë këngë do të jetë një shenjë falënderimi për të gjithë rrugtimin që e ka bërë kjo djellëza që nuk ja pam kur fytyrën, apo ky personazhi enigmatik që është përfolur gjithmonë nëpër shtëpinë e Big Brotherit dhe nëpër jetët sociale, domethënë është diçka krejtësisht e kaluar. Mund të jetë për xhenetën, është pyetja. Një tjetër mundësi është që ky mesazh të referohet xhenetës, një tjetër banore Big Brother VIP Kosova. Gjatë qëndrimit të saj në shtëpi, Xheneta ka shfaqur interes dhe kanë patur një lidhje me Gjestin dhe ka pasur momente shumë të afërta mes tyre. Megjithatë, nuk ka pasur një deklaratë të qartë nga ana e Gjestit që të konfirmojë
një lidhje romantike me Xhenetën, edhe si me Xhenetën dhe me Eglin e ka patur njësoj. Nuk e besoj se do t'i referohet Xhenetës, se të paktën Gjesti gjithmonë ka patur relata, ka patur vlerësim, ka patur relacion më së shumti për djellzën se sa për Xhenetën, dhe mendoj të gjithë falenderimet Gjesti nuk ja ka thënë Xhenetës, sa ja ka thënë djellzës. Dhe në këtë rast, do të thënë, ky personazh i djellza, që është një personazh pa figurë, që po tmeron rjetin, që po shkatron rjetin, do me thënë është sikur po vjen nga inteligjenca artificiale e Gjestit, edhe ne po i besojmë të gjitha asaj gjëje. Do thënë është çuditërisht e befastueshme si histori, por do shohim se si do merr. Dhe një mundësi tjetër është që ky mesazh të referohet te Eglit, një tjetër banore Big Brother VIP Albania 4, gjatë qëndrimit të saj në shtëpi. Egli ka shfaqur interes për Gjestin dhe ka pasur momente të afërta mes tyre. Pas daljes nga shtëpia, Gjesti kërkoi falje Eglit për gabimin e tij dhe për lotët që ajo kishte derdhur për shkak të sjelljes së tij, duke e pranuar hapur se nuk ka qenë i drejtë, por se lidhja dhe energjia mes tyre ka qenë e veçantë. Ky moment tregon një mundësi për një rikthim të mundshëm në marrëdhënien e tyre. Ne dimë që Gjesti dhe Egli vazhdojnë të jenë bashkë dhe patjetër kjo këngë nuk i referohet Eglit në asnjë mënyrë. Dhe si përfundim, në mungesë të një deklarate zyrtare nga ana e Gjestit, është e vështirë të përcaktohet nëse ky mesazh i referohet një këngë të re, një dashurie të kaluar apo një personi të veçantë në jetën e tij. Megjithatë, fansat dhe mediat po ndjekin me vëmendje zhvillimet e ardhme për të zbuluar më shumë rreth këtij postimi misterios. Unë mendoj që Gjesti këtë këngën ja kushton të kaluarës së tij, apo mund të jetë një këngë që mund t'ju kushtohet të kaluarës së të tjerëve, dhe nuk mund të jetë vetëm e Gjesti. Gjesti e ka pasur ku frymon, ku bëhet viralitet dhe ka bërë këtë këngë, në qoftë se kjo do të mbetet titulli i kësaj këngë.